Bridat sulmit më të mëdha kanë bërë ndaj Fatën Pecit. Në këtë rast mediat. Në këtë rast disa analistë të cilët kanë thënë dramë e madhe shka zhvillohet dhe e kanë shkel ligjin për zgjedhje. Këtë duhet me e tregu, me thonë publikisht. Damin që kanë tentu me abo Fatën Peci. Ditën e zgjedhjeve, me SMS, me statuse që bën shkelje, duke thënë drama shka ndodh. Ranë ministrat. Nuk i takon me bo shkelje ligjore ditën e zgjedhjeve sepse ti realisht e drejton një proces zgjedhje. Po kur te kishte një betejë personale me analistat? Po jo me analistat, tash po dën mos ma ndrokojnë, lutem. Ti po thu, ne kemi raportuar, po të kallëzoj pse, pastaj kur ti është fokusu atje. Kjo është Jo, nuk është e vërtet që ballotazh ju e dini se çka i kanë bërë Fatën Pecit. Edhe e dinë të gjithë. Pastaj kjo edhe realisht e pan edhe popullata në Mitrovica, unë jam nipi Mitrovicës, unë nënën e kam nga Mitrovica, dhe unë e di saksisht se çfarë opinioni dhe çfarë narracioni tentoj me u kriju. Por qytetarët e pan edhe në fund treguan se janë mirënjohës edhe punës së kryeministit Kurti, edhe ministrit më të suksesshëm zotit Fatën Peci. Profesor. Për Mitrovicën nëse keni një pyetje çfarë do pyetësh? Okej, përgjithësi unë deshta ndalem pak sepse ka edhe një proces që po zhvillohet atje PDK. lëvizjave të vendosur. Zafi rrezoi kërkesën e PDK-s, do të thonë do ta dërgojnë në Supreme sa i përket procesit të votimit në Mitrovicën e Jugut. Lëvizjave të vendosur në përgjithësi doli më mirë se sa parti tjera me komuna. I mori disa komuna dhe desha të pyes nëse keni bën ndonjë analizë për shkak, sepse megjithatë nuk janë përmbush pritjet e vetvendosjes.